Banorët e fshatit Senakos organizuan një iftar të përbashkët në qiell të hapur ku morën pjesë familjar, miq dhe shumë besimtar të fshatit. Ky organizim, që tashmë është bërë traditë, solli një atmosferë të ngrohtë bashkimi dhe solidariteti mes banorëve. Sipas kryetarit të forumit rinor Arlind Hamidi, kjo është hera e 5 që realizohet një aktivitet i tillë. Ai falenderoi gjithashtu edhe mysafirët që morën pjesë në këtë organizim, mes tyre hoxhën e njohur nga Shkupi Hasan Recepin, si dhe imamin nga Feriza e Kosovës, Hafiz Jarmen Beqiri, të cilët morën pjesë në namazin e teravis. 15 vit radhazi, forumi rinor organizon iftarin e përbashkët në fshatin Senakos, iftar i cili më ka ngelur traditë në fshatin ton, me përkraje të madhe nga diaspora e fshatit, po ashtu edhe nga banorët e fshatit, të cilët i falenderojmë nga zemra për përkrajen dhe për mbështetjen që po na kanë dhënë këto ditë dhe sot po e realizojmë. Falenderojmë edhe mysafirët të cilët gjenden sot në këtë vend, duke filluar me imamin e shumë të nderuar dhe shumë të respektuar dhe shumë të mirënjohur, hoxhën nga Shkupi, hoxh Hasan Recepin, po ashtu edhe imamin nga Ferizaj, nga Republika e Kosovës, Hafizin e nderuar Armen Beqirin, të cilët do t'i kemi edhe pjesëmarrës edhe në namazin e teravis, po ashtu i kishim edhe tani në iftarin e përbashkët, të cilët kanë ndarë nga koha e tyre e shenjtë, po ashtu i falenderojmë nga zemra. Një falenderim të veçantë diasporës, po ashtu edhe banorëve të fshatit, me shpresë që ky iftar të ngelet traditë në fshatin ton dhe të vazhdoj brez pas brezi. Ndërkohë, imami i fshatit Senakos Avni Elmazi shprehu mirënjohje për të gjithë besimtarët dhe kontribuesit që kanë bërë të mundur vazhdimin e kësaj tradite. Ai shtoi se një rol të rëndësishëm në organizimin e këtij aktiviteti kanë pasur të rinjtë e fshatit, të cilët kanë punuar dhe janë angazhuar për një kohë të gjatë për të mbledhur mjetet e nevojshme dhe për të realizuar këtë iftar të përbashkët. Falenderojmë gjithë besimtarët të cilët kontribuan që ky iftar të mos ndalet, të bëhet traditë në fshatin ton, që është viti i 5 me radhë që ne organizojmë këtë iftar tradicional, duke lutur Allahun Dhul Xhelal që ky iftar të sjellë bereqet me vete, sepse ata që vinë, mysafirët vinë me bereqetin e vet, dhe ne çdo herë do të jemi mirënjohës ndaj mirësive të pafundme të Allahut Dhul Xhelal, dhe do të vazhdojmë ta ndjekim këtë rrugë, duke lutur Allahun Dhul Xhelal që gjithë rinistët e fshatit Senakos t'i shpërblejë për mundin, për angazhimin, sepse nuk është një punë e vogël, ato kanë dhënë mund, ato kanë kaluar kohë të gjatë duke mbledhur çështje materiale për të organizuar këtë iftar, që ne sonde të jemi këtu bashkarisht, të përjetojmë momentet më të mira të jetës tonë duke pritur iftarin dhe duke lutur Allahun Dhul Xhelal që gjithë neve të na falë. Edhe një herë falenderojmë forumin rinor të Senakosit, unë si imam i xhamisë, në emrin tim, në emrin e këshillit xhamisë dhe në emrin e gjithë xhamatit të këshillit fshati, lutim Allahun Dhul Xhelal që Allahu Dhul Xhelal të shpërblen gjithë ata të cilët kontribuan për organizimin e këtij iftarit. Para iftarit u realizua dhe një program fetar me ilahi ligjërata e këshilla, ku morën pjesë mysafirë nga Shkupi dhe Kosova. Zoti dashur ty të madhnoj, me namaz të adhuroj, t'jenje tjetër nuk ka, la ilaha illa Ideja e organizimit të këtij iftari është që banorët të kalojnë një mbrëmje të përbashkët me fëmijët dhe familjarët, duke përcjellë tek të rinjt mesazhin e solidaritetit, bashkëjetesës dhe vlerave të Ramazanit. Ky organizim i bukur në Senakos tashmë është bërë tradicional dhe realizohet çdo vit me përkraje të madhe nga diaspora dhe banorët e fshatit.